Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur na për çën e mëngjesit. Mirëmëngjes koleg, mirëmëngjes Fabi. Me festegjamenti dje i jo, s'kemi mirë fare. E bët rrugë, Kemi qenë i dhënushëm. Unë mendoj që arsyeja e vërtet dhe tersi i vërtet ka qenë ajo mysafirja që kishim ne këtu në studio. Cila? Ajo që i kishte vënë... Do të ftojmë prapë, kur të kemi derbi prapë. Do të ftojmë prapë. Po, Blerina. Ne na solli fat. Ndërkohë, koleg, 24 orë ujë, ja ku është premtimi mbajtur. Po, 24 orë, në rregull. Ne i birë pive dje? Tashi, me rastin që në ndodhi, dhe më dhënë, ke parasysh, i piva të gjitha. Spjace. Spjace. Ky kolegu ynë, kur flet gjuhën? Bë një pyetje se në darkë... Ta them unë. Në darkë e shohin... Nuk ka shumë rëndësi sa orë gjumë. Ta them unë. E rëndësishme është që ti bësh gjitha fazat të plotë. 1:5:30 në drek. Kur ke filluar mbrëm, koleg? Në drek. 1:5:30. 4 orë. 4 orë gjys. Po, Kur ke filluar mbrëm ti? Në 2:30. Se ku ishte mbrëm, koleg? Se pe mbrëm? Jo. Ishte tek ai? Fejziu? Po, koleg. Qa tha i për ne, koleg? A i tha, lumës ju, që keni Fabin. Kuptova, e qartë. Por, kolegu, do më thënë në një farë mënyre, ndoshta kjo shprehje nuk duhet përdorë sepse është shprehje Mourinhos, është, do më aplikon prostitucionin intelektual. Një ditë tek Fevzo, një ditë këtu, një ditë e Grida, dhe më tani të lutem, e di ku të kam betur për të shkuar, apo jo? Atje? Ku? Apo aty nuk të qasin. Te Ylli. Aty shkoj vetë. Aty shkoj vetë. Gjajnë pak Ylli ti. Aty shkoj vetë. Unë gjaj Ylli. Me gjata nuk do me kjera të futbol, për e këshu gjash, për do me hallet e familjes. Kolegu dje ka pas një super share në shtëpi, sepse shoqja i kërkonte ku i harxove të gjithë aparatë. Kolegu kishte harxuar pjesën 1/10 e rrogës ti për të blerë një lojtar që dje bëri 2 gola Interit, quhet Jović. Tani se ndodhi po. Çdo ndeshje ka humbje fitore. Domethënë, ky ka qenë njeriu që Milani në dimër i lutej gjitha skuadrave të serisë B që t'ia merrnin dhe nuk ja merrte. Domethënë 15 ishte pazari i parë, 15 euro, e mora 12.600 lekë. Po, Aq e kam blerë. Bëri 2 gola. Prandaj ku i ke çuar parat, o koleg? Kalojmë tek e dyta, koleg, se jo gjithmonë filmet artistikë në dalin cilësor. Në qoftë se do japim herë tjetër nga ky lloj niveli, mjafton ta lidhim me këto reality show dhe kishim kry. Mos e kishim mbyll TikTok-un, ta kishim lidh direkt në televizor. Po. I lutem i themi asaj gruas bëj një gjë më të hajrit, domethënë. Çështja kështu, gjoja që po ikin lekët, si Ferrari. Po fare. Në Afrikë ka linja, madje styardesat e Afrikës shumë bukura, me thënë drejtën, dhe të zonjat, komunikuese, etj. Po ti pse sa e shkon në Afrikë thu styardesat ta pak dritare? Sepse doja të verifikoja gomat e avionit? E avionit, po. Po lërja pilotit? Edhe pilotët në Afrikë janë... verifikim elektronik gomash. Po, dhe procedura ndrimit gomave, është dhe do shohim tani, për shembull, një nga pilotët afrikanë... Piloti do t'jep garanci, shef pilotën dhe t'je... Në fakt, piloti që do ndjekim është Gjerman. Po ku i njeh ta pilotët si Marko? Ai e ka mbiemrin Bisek. Hë? Po, Bisek. Është Biseku i dieshëm. Që e bllokoi la. Ka vjell mas ndeshjes disa herë. Po. Ateldi. Ja ta shohim një Gjerman në linjat afrikane. Tani bën dhe futbollistin ky apo çfarë? Biseku po, është me pasaport gjermane. Siguria akoma dhe më shumë, sepse që nga kapiten. Po, i tha, është sigur që do ngrivi, për uljen pastaj. Mikjeta, vazhdon kjo, është dhe momenti kur zbresin ata. Po, ata zbresin pa unë njësë avionit, dhe të jemi të sigur. Zbresin edhe kërkojnë gjithë tualetin. Por, me pasaportën europiane, keni për të parë që nuk do kemi më problemet se në të kolegë, ja për plas ati EU-s, ati sportelit, bam, sërat, me zi po pres. Jo, nuk ka nëpër, me pasaportë europiane nuk e shes sportelit fare. E bën aty ka ato skaner. Po, skaner, e përtetër, në shumicën e... E për plas ati të skaner. E për plas të skaner. Po. Tani le të flasim pak për modelin e flokëve të kolegut. A ka mos si të flasim për gjëra jashtme, kolegë, se më duke më ke bërë tabel qitje, pa bërë zbor. Pse mërë kolegë, për këtë flasim, për modelin e flokëve të... Shiko, modeli im quhet Smart Casual All Seasons. O, zot. Pse? Kolegë, në qoftë se
do të vinte Gjindi i Aladinit dhe të thoshte, do fitoren e djeshme apo flokte Simone Inzagit, që të zgjidhje? Ba, qam ke. Po me barazimin, kap në gjithë? Eja. Me kontest? Eja. Fitoren e djeshme. Fitoren e djeshme. Fitoren, nuk i du flokët parë. Po në qoftë se ai thoshte që do fitoren e djeshme, apo mbathjet e grisura të Simone Inzagit në Torino. Këtu më kape. Fitoren e djeshme. Pra. Me gjatë Donald Trump është njëri që ka flok. Ka. Sidomos të kjo pjesa këtu. Por si që shpjegon dhe kolegu modelin e flokëve të Trumpit, këtu është qose, a i thjesht ka një valë. A i merë nga qafa, pas qafës. Dhe merë dhe hepës. I transferon. Dhe i pësë kapele. Po kur vendosat kapelen që ka fillu me vendos doktori? Mbi kapele. Mirë, pra, po, ka gjetë berber tjetëri. Ka gjetë berber? Po. Po ti, zoti Villi, për të qenë. Janë mërzit pra me Zelenskin ta. Regjia, regjia. Jep. Kolegë, kjo është metaforike, sepse po ndodhë që Trumpi, presidenti më i plot fuqishëm i gjithë korave, me pjesë të gjithë trumpistëve, ku do që ndodhë. Po zbythet, dhe thotë ne me Kinën po flasëm. Jo. Seriozisht. Për këta në Korea. Gjithsesi, andaj. Zelenski në mërzit dje. U mërzit që. Në Zelenski nuk e pranoj që ta lëshonte komplet Ukrajinën. Okej, tha, nuk do të bashkaj sa po t'i hapun, do t'i marim gjithë. Është... Po pëse ma ne emisionim gjithë, do zgjidhim gjithë halët e... Pra. Po, i pse i themin e këto? Sepse këtu keni shkruetur diçka, dhe më thënë, për mëmën e zeqes. Jo, është mëma e gjestit. Nuk është... Do bësh meme, koleg. Pse? Koleg, do bësh meme. Temi atyre që na monitorojnë, do t'a thuash prapë, pa kanë kapës. Jo, mëma e zeqes të më thënë pse. Jo, është mëma e gjestit. Mëma e gjestit, koleg. Po si është kjo mëma e zeqes majtë thanës? Është mëma e gjestit në majtë e eglit. Ja, e kuptova. Për t'a bësh shprehjen që të funksionoj. E kuptova. Tani, kush janë kush? Atëherë, gjesti, vazhdo t'i kolektë të t'i ndjekur. Gjesti është the big winner. Ato e morëm vesh. Tani, s'mund të bëjmë do të snobin deri këtu. Po. Maja e gjestit ka një gjë që i ka lexuar fjalët me nxitim. Dhe ka ca... është një krenare. Por është krenare dhe faktikisht që është shumica e Dardanisë. A i bështyn, vajza është krenare për të. Fitoj quni. Quni fitoj, për quni pështynte. Të shi kolegë janë, i ka lojë... Pështyn goca. A i, dakord, po a i, do më thënë, ka rrugtuar në të thikës në atë lojë. Pra, herë djerni, herë... Ama kolegë, ti e fiksuar një pikë dhe ti një bështym. është një nga gjërat më të tmerrshme që mund të shohësh në televizion. Po shumë të çuditshme, nuk e ka ndjekur fare dhe Zoti e çoi të shikonte pikërisht këtë moment. Megjithatë e ka arrit qëllimit, ne nuk çoj Zoti, ma dërgoi ai. Ti je Zoti. Argjëm kohë. Kolega. Okej, djekim mëmën e zeqos. Gjestit. Zeqos, majtë thanës. Kjo është parodi, kolegë, dhe ajo fjala që ti nuk dëgjove është eudukata. Eudukata. Fjala që... Se nuk dhamë originali? Originali? Ndoshta nuk e kemi, ka drejt autori me siguri. Jo, po kuptoj, kjo shtyma, do më që ka tradit familjarë. E kanë. E ke qartë. Emocionet bëjnë vetën. Po pra nga emocionet pështyn gocat. Me gjithë dhe leta pranojmë, jemi ziliqarë, kolegë, a i program ka thyrë. Mos e bëj ashtu. Kur bënim luftën e Kosovës, lufta o paqe në Kosovë, kujtohet që ishte programi me audiencë shumë të lartë e tjera e kështu, konkurrentët tanë, di qa jepnin në të njëjtën orë? Qa jepnin? Filma porno. Dhe kam pas shumë audiencë. Ka audiencë ashtë. Kam pas shumë audiencë, kolegë. E të mesh. Paka shumë është të njëjtë gjë. Vazhdojmë te. Nuk lejo të thua ashtë tani në pjesë të parë, se kemi lidhje Skype i dom Gjergj Metën. Ne i ndajmë gjërat me anxiety. Do flasim mirë. Do flasim mirë. Po kemi dhe amanetin para se të vi Dom Gjergji. Qa quet kjo kënga? A, si e ka amanetin? Anxiety. Anxiety. Okej, vazhdojmë te. Inzaghi, apo jo. Okej, vazhdojmë. Dhe nga Italia do kemi Suela Preçaj, besimtare. Që është Suela sot? Suela është halla një vogëlushi shqiptar, i cili ka marrë bekimin e Atit të
të është fëmija i fundit. Fëmija i fundit një histori që në fakt e ndau dom Gjergj Meta atje dhe nuk humbëm kohë, por i kontaktuam të dy dhe i kemi në këtë lidhje Skype. Cilën e kemi nga Italia, nga Puglia, ndërsa dom Gjergj Metën nga Rësheni. Nga Rësheni. Nuk vinde dot në studio, sepse është periuda që kanë goxha detyrime, domethënë me kështu me radhë. Ka qenë besa e Suelës, 4 vjeç, e cila kërkonte me ngulm që të shkonte në Vatikan për të parë papën. Vetëm 4 vjeç. Dhe ka ndodhur takimi. Ndërkohë, jam 12 kandidat të mundshëm për papë. Në krye të listës Dom Gjergj Meta. Do ta zbuloj vetë se si ndjehet. Është papabël. Jo, është e mundshme që të bëhet papë. Dom Gjergj Meta? Po. Mund ta votojnë kardinalet kur të mblidhen në konklav, por mund të jetë një prit i thjeshtë që bëhet. Me statutin e... Madje mund të jetë edhe laika i që mund të bëhet papë. Mund të bëhet dhe kolegu me pak fjalë. Edhe unë ndoshta unë jo, po kolegu po. Po. Sepse është i pagëzuar, është i rritur. Po më kate që keni bërë ju qua? Po qa më kate se shau 2-3 arbitra, se shau Nuk bëni. Se shau Tiago Motrën. Nuk bëni, harrojen. Harroje. Në regull. Në pjesë të dytë nga Pogadeci, do të kemi gazetarin Bardyl Berberi, i cili dje në ditën botërore të librit, i dhuroi nipit të tij bibliotekën personale me 3500 tituj librash. Ky është nipë. Ky është nip me fat. Ky është gjysh. Jo, nipi është me fat. 3500 libra të profesor Bardylit, domethënë është shkrimtar, ëh? Është shkrimtar, dhe një nga librat e tij është bërë një ndër 100 librat më të preferuar të mbretit të Suedis. Shy. Ti koleg kujt mbreti ja ke vjedhur zemrën? Lega Zogut. Urime. Po ja dhash grus par. Okej. Nuk bësh papë me që the. Ndërsa në pjesë të tretë në studio do të kemi Edon Qesarin për kthyes, do flasim për divani i Istanbulit i autorit Alessandro Barberi. Barberi? E thash? Barberi. Alessandro Barberi. Nga Pogadeci dhe Barberi nga Italia. Po. Flasim për një histori ndryshe të perandërisë osmane. Hajde, nga e diti. Unë se di, pandaj do kemi në studio Edoni. Unë Osmanin kam parë, në fakt, edhe... Apo si ke parë Osmanin tani, domethënë ka bërë libër historik tjetër, ka shkruar domethënë. Unë harxova kohë dhe e lexova gjithë nga fillimi në fund dhe kam pa Osmanin. A kishte një ngjashmëri me Osmanin? Fare, se nuk e di se çfarë është ky Osmani që ke parë. Me Sulejmanin e Madhërisëm? Me siguri. Po me Çalano blu? Da, me Lere tani. Emra pemthym është mos na përmend në emision. Pastaj do gatuajmë. Tavorizim me perime, është tavorizim me perime. Ke parasysh pilaf, që mbasi e bëjmë e shtrojmë tavë. Nuk gjetë tavë. Nuk gjetë tavë. Kjo oris kinez mi shpirti. Ju uroj. Ju rekomandoj. Ju kërkoj shumë djetë. Kjo është orisi që i kanë ngrënë Trumpi mbasi i qetë flokët. A i s'ka pikë ndyrë. Djeti. Ku e ham neve pas pati ty kishë ndyrë lartë. Ynyrë pra, o me të lynë, o me langë këshu. Kjo është orizi që kanë ngrënë dje mbas ndeshjes këta lojtarët e Indas. Lojtarët e Interit. Foca Inda. Po, oriz dhe perime bashk... Shkojnë. Po tavë orizi, apo ajo... Një pjatë. Një racion. Shiko, ti mund të kërkosh inteligencë artificiale, jo Google-it. Kjo është rekomandimi i fundit. Sepse është më precizë. Vërte? Po, do të mësojnë si bëhe. Do të pyes një herë çfarë mendon për Edi Ogën. Asi gjysmë mendon. Atëre, do kalojmë te kënga Amaneti dhe pas pak me... Amaneti? Anxiety, falë, se nuk shoh nga sy. Janë ka tifozët e Interit që u zgjuan sot dhe thamë, po, se po më smarrim as i titull. 0 titulli? Jo, do i japi federata diçka, kampionatin do i japi. Kujt? Indas. Ne duhen la borxhet. Drageta bret.